13 orë në ditë intenzive punë, jenë për mujën më të mira të botë. Veç me këty nostalgji nga qenë ideja. Se na ka marrë malli me hongër diçka si në shtëpi, ç'kena hongër tjera herë. Po mas pare e kena nisë për shembull në Gjaku, edhe kum nisë shumë i vogël. Nikon mosh 14-15 vjet. Faktikisht mas pare kena punu në shank, kena lojën, pastaj ju më dalë në soll, edhe që të u konë pasioni për këtë punë. Gjatë rrugës mas nejnë orë në Prishtinë kena vazhdu me punu shumë, kum punu vene shumë të mira në Prishtinë, edhe gjithmonë u konë një pjesë e emja që e du. Shërbimi, komunikimi, mikpritja njerëzve kanë qenë për mua edhe kur kum punu senet themelore që unë e kum ditë mi bo. Sidomos mikpritin e kom punoj mikpritje më konë shumë i mirë. Gjithmonë kur kum punu, kum dash me bo diçka temen. Gjithmonë u konë kryq me bo diçka, po nuk kum dash me bo diçka që shën krejt. Kum dash me bo diçka ma autentike, ma shqiptare, që njerëz kur të vinë, shembull me kujtu shtëpinë e vet. Ideja gjithmonë ka qenë që me bo diçka që të lënë përshtypje të mëdha, edhe me senet që i hanë çdo ditë. Për çfarë u kon ideja dhe gjithmonë kum pasur kry me bo diçka të mirë, me bo mish të mirë, me bo gjellat shtëpisë që i bojna i bo të mira, edhe me gjetë do para pjata që me bo ma interesant. Pastaj mbi emri jam Guta, për shembull, edhe veç që kum shku tradicional, edhe kum lënë Guta tradicionale, u kon spontan. Unë me profesionin psikologe, edhe kur kom ardhur këtu, shtëpia që është lart ka qenë Kopsht. Ideja këtij ka qenë me marrë restorantin. Është ideja me marrë Kopshtin për me punu si psikologe, e këtij me marrë restorantin, që me pas një biznes familjar, dytë me punu. Po Kopshti nuk u kona e pjesa adekuate për me vazhdu si Kopsht, kështu që kom thirrë edhe i kom thonë, hajde se po mdo këtë është një mundësi shumë e mirë me marrë, shto ma si veç je interesum. Ky erdhë u fasionu prej pjesës mrena, jashtë e krejt kjo, u morën vesh, po unë veç isha të punu në drejtim temen, po kur fillum me marrë, me punu, aty e pas që du të mju gjindë kësaj pjesë edhe unë, me punu bashk, që ky biznes familjar, që po dojna me kriju, me vazhdu si prej dy personave familjar, që me këqyr sa po arrim sukses, pej neve dëve. Ato ditë për mu jenë ma të mirat, do të që se nesë mas të ndodhë diçka që nuk e mendojna, që e një muj që i na hi në renovim, dhe që pjesa kur kena punu bashk, dikun 40 ditë i ka, s'po thom, diku 13 orë në ditë intenzive punë, jenë për mujën më të mira të botë. A di se si e keqja, si e mira, që aty ka ndodhë, a din si nervoz, a din si me po vetën që ki aftësi që si ki kur, a din i kena mësu dësena që unë s'kom di që më i bo. A po kuptan, për shembull me banu tulla, kur një s'kom banu. A din, po që kjo ishë interesant kur edhe zori, a di se kur shtin zori, edhe për i zori shtu me bo vetë e kena bo kejt vetë. A vëdin shtu mrena si objekt ka qenë, veç na kena renovu. Po mënej pa mjeshtër, dynor, kur kena pas shumë nevoj për shembull me bojt, shtu se dynor në kanë nimu, kështu diçka tjetër i jo, s'ka pas. Punë të matronda i kena kry vetë. Punë të leta, na u kanë gjindë njerës, po e kena pa që marra atje na vetë, na doj me punu, se sa me pas dikon se na u doke sikur po na përzijet në sene që na po na prishën që ato sene që na po i dojmë, apo kupton, edhe e kena vazhdu veç vetë me konë dëtë, kështu që vetë e kena vazhdu, vetë e kena hop, tash normal kena punëtor, po ajo rahatia e neve dëve, që kena mësu edhe pikat njëni tjetrit, po më do këtë sikur është të lullzu pej neve dëve. Ushqimet zakonisht janë që ato që shkojnë edhe shiten, janë për shembull dhe ushqimet që i bën nëna tona, dhe që aty u kun edhe ideja. Që ushqimi kur vjen me hongër me të kujtu një nostalgji që e ki për shembull, vjen shpetonë, me ta kujtu një shërbim që ta ka bën nana ose baba, vjen me thonë ua pita ku si nana jeme ose si një hall që ja bën dikush në shtëpi, që ajo kun ideja. Për shembull edhe pijatat kur i kena zgjedh, i kum zgjedh me lule për arsye që si përpara që kanë hongër që i kun pijatat me lule, vjen u kun veç me këtë nostalgji nga qenë ideja. Për shembull pasulin e bojna me suxhuk shtëpis, bojna speca dolme, bojna sarma. Tash është vera, kena bodhe me shmelakna, abden dimrit. Pitën e bojna me spinaq, gjiz,
Bojna pite veç me djath, specin mo, se normale, kosi shpis, longi si përpara që kanë bo. Dimrit, kur e kena nis dimrit, për shembull, kena pas turshia tona që i kena bo rasaj, ajronin e shpis. Apo kuptoni, kena pas do sene pak ma interesant që mësu njerëz. Për shembull të turshia na i bojnë atë 210 ml të vogla. Mund ato ma shumë i kum kështu, i kuna fol nëpër tavolinat që kanë hongër, se për shembull ka qenë interesant si kavanos, diçka bi vogël, kon 290 ml, për shembull kon kepa, kon hudra, kon tronguj, kon karrota. Aden edhe ju ka pëlqyer njerëzve shumë. Pastaj i kena do jufka me suxhuk majvar. Është diçka tradicionale me shmand si përpara që i kena bo. E kena dhe jufkën me pul, kena orizin me pul fshatit, kështu në tavë që vojna. Bashkëpunojmë me fermer, për shembull kush ka pula dhe vezë, i thirim, na bijnë, shkojnë e marrim këtë varet që kena porosijat. Po ka dhe porosi, për shembull na bojna dhe porosi me vete, thirrim telefon dikush, a bën vi nesër e ha ose me vete, a bën 20 speca dolma, a bën pasul për të vet. Apo kupton, unë që është atraksioni i jonë. Dhe është një kanë dikun 35 dhe 40 vet që i zanë, edhe që aty unë na thirrin telefon, bëhet menyja për kokë, dash tradicionale ketë, abdin filloj me salat, me kena një petë me djath dhe mjallë, pastaj vjen pitja, vjen pogaçja, moza, mas ne është mishi. Edhe të mishi, për shembull, shka dash me fol, besoj që na dallon është mishi ty mos, e kena brin e viçit ty mos, edhe gjokësën e viçit ty mos. Është pak ma interesant, do diçka e re, edhe po pëlqejet shumë të njerëzit. Guda tradicional gjendet në fushë Kosovë. Është interesant se këtë fushë Kosova banesa urban, e na kena një vend që ka gjelbrim. Është një qetësi që ta jep atë idenë që nuk je në fushë Kosovë edhe nuk je diku këtë tjetër. Adin se është qetë, është gjelbrim, nuk ka kere që kalojnë, po është mundësi e mirë edhe për ata që vinë me familje, se fëmijët janë ma të sigurt në 100%. Kur ta më rënë nëse që ku më thuna i ka, edhe nuk e dija ndjenën që është më shku në Gjermani, edhe me po qëta. Unë ku më ndosë për najtë Kosovë, me punu qëtu, edhe mos ta kësha bo qëtë biznes, edhe me 500 euro, 1000 euro, 800 euro normale, edhe njëri të më pajtu me jetë, nuk mund është dikush dhëtë me punu kur ta më nënë. Dhe së mund është ketë me bo pare, ketë me bo biznismen, abde dikush dhëtë me punu, dikush dhëtë me bo doktor, dikush gazetar, dikush më marrë një rogë, abde qashtojmë kone dhe onë, abde në për dhe nesë ma që se mund bje puna apet më bo, qashtu apet ko më bo, se së mund është të më ndryshu, abde të vishë dushë më pajtu me jetën, që qëto ku i mdinë, që du më vazhdo jetën, gjithunë e botonën, gjithunë e bo 100%, atëhere veçale zotit ku ndora i di punë të veta. Na jena me një zonë ku ka përreth neve ka shumë mërgjimtarë. Kështu që unë e di sa ju mungon kjo pjesë atynve, edhe e di që kena pas shumë telefonata që na kanë thirrë dhe na kanë pyet a kena ushqim tradicional, se kena mysafir mërgjimtar që i ka marrë malli për me hongër ushqim tradicional. Kështu që tash është sezona vera e parë që na jena ato e prit në këtë restorant, në këtë vend, edhe jena të mirëprit, edhe janë të mirëpritur gjithë mërgjimtarë që vinë me ardhë, me shiju ushqimin, me shiju pjesën që ju ka mungu, me i kujtu të kalumet prej ushqimit tonë, edhe po besoj shumë që kam ju pëlqy edhe kanë muni rahasin shpinë e tyne. Mesazhi është që veç më spëndru dorën, që të është ideja, gastronomia ka qëta, dhe ti që dush më konë gjithmonë 100%. Vetëm ja punën e menoj që kjo kur t'ki punë me njerëz, që është pjesa ma zërshme, që dush më konë gjithmonë 100%. Se në këtë pjesë kërkuj nuk intereson që është qona une. A qona keq, a qona mirë, ideja që gjithë më konë e njëta formë e punës, më konë ushqimi njëjtë, shërbimi njëjtë, mirëpritja njëjtë, pija njëjtë. Unë jam Muron Guta. Unë jam Njom Zarife. Mirë se vini në restorantin Guta tradicional në fushë Kosovë. Ju mirë presem.